qasja që prindrit po e kanë në internet është nuk mund t'ja referojmë gjithmonë mosdijes. Mirë po është një mekanizëm mbrojtës që prindi aplikon në mënyrë që të mos ballafaqohet me realitetin apo potencialisht ta zbeh atë, dhe që kjo është mekanizmi i mohimit, që do të thotë prindi drejt për së drejti është duke i mohu faktin që fëmiu është duke e zhvilluar një problem të caktuar, ose po ballafaqohet me një gjendje të caktuar. Tani, kur përveç prindit, na zakonisht në komunitetin ku jetojmë jemi shumë të ndjeshëm ndaj emocioneve që familjet i kanë. Dhe për shembull, shoku shoqja heziton mi thon prindit që t'lutem, shikoje, kam përshtypjen që diçka nuk po shkon, dhe si rrëdhoj koha që është e rëndësishme për stimulim, po kalon. Tani kur po vjen koha për fillimin e edukimit parafillor, domethënë sepse gjatë kopshtit ne po shohim që prindrit shpeshherë po i referojnë fëmijë, domethënë për vlerësime, po edhe na duhet me ditë diçka shumë të rëndësishme. Çdo çrregullim i cili është i bazuar në sistemin e klasifikimit ndërkombëtar të vështirësive është i përshkallëzuar në formën e lehtë, të moderuar dhe të rënduar, që do të thotë fëmijët të cilët janë lehtësisht të afektuar nga këto vështirësi. Shumë lehtë mund me kalu aspektin e kopshtit, mirë po munden me pas pengesa të jashtëzakonshme në zhvillimin akademik të tyre.